Assalamu alaikum, e kam një pyetje për hoxhën e nderuar. A njoftohen të vdekurit për veprimet tona, Allahu i ruaj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë nuk di ndonjë argument që të vdekurit i njofton Allahu subhanahu wa taala për veprimet e tona. Unë nuk di ndonjë argument që të vdekurit ton Allahu subhanahu wa taala i njofton për veprimet e tona. Nuk di, këtë diçka të tillë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aja që është transmetuar sakt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është hadithin në të cilin pejgamberi sa thot: "Idha mata ibn Adam", kur vdes biri Ademit, in qata'a amalu, ndërpritet çështja e tij me këtë dynjë, ndërpritet. Kur vdes biri Ademit, përfundon tash shkon në një botë tjetër në të cilën ka rregulla të tjera. Dhe unë nuk di ndonjë argument që të vdekurit lajmërohen për veprimet e tona, vallahu a'lam.